Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Në një lidhje me Mevlanin, Livia zbulon të rejat e fundit. Livia Brunga ka marrë vëmendje të madhe me paraqitjen e edicionin e 4 të VIP-ave. Ajo u komentua brenda shtëpisë për raportin me Mevlan Shabën pasi bëri disa deklarata të forta. Pas daljes, Bukuroshja është rikthyer aty ku mori famën në programin e dashurisë. E pyetur nga moderatorja Megi Pojani nëse ka marrë fund çdo gjë, ajo ka qenë e prerë. Po, momentalisht mund të them që ka marrë fund, u shpreh ajo. Më pas ju ndërrua pyetja duke i thënë nëse është akoma e dashuruar me të. Dashuruar është fjalë e madhe, jam e dashuruar vetëm me veten time, nuk gënjej, theksoi ndër të tjera. Siç lë të kuptohet, marrëdhënia e tyre ka ngelur pezull nga të dyja palët.